Ndoshta ky ishte gabimi im, o ndoshta ky ishte fati im që unë duhet të vazhdoja këto lloj procedure, por që më pas për mua doli fatale. Elvisa është një zonjë nga qyteti i Durrësit, rezidente në Itali. Rreth një vit më parë, teksa ishte për disa ditë në vendlindje, ajo vendos të kryej një kontroll rutin tek dentisti i familjes së saj. Pa imagjinuar as pak se çfarë do të vinte më pas. Në maj të 2024 kam ardhur për të bërë një vizitë ke dentisti im i besueshëm prej 22 vitesh. Erdha në Durrës, në klinikën dental me doktor Bledar. Kam pasur besimin tim të plot ke doktori dhe prandaj nisa këtë procedurë me ta. Pra nuk kemi të bëjmë me vizitë të bërë në një klinikë të përzgjedhur në mënyrë rastësore, po me aty ku vetë Elvisa është paciente prej 2 dekadash. Pas kontrollit, 42 vjeçarja mëson se ka 2 problematika në gojën e saj. Doktori i familjes më shpjegoi dhe ndolëm në konkluzionin që do ishte mirë për punën e mastikimit tim dhe për vetëm një dhëmbë që kam poshtë pak në mënyrë jo të rregullt të bënte drejtimit, por mbi gjitha më propozoi punën e maskerinave që do ishte kjo një terapi për të pasur një rezultat shumë pozitiv më pas. Terapia do të zgjaste rreth një vit dhe në ato vizitë, pacientes ju shpjegua me të gjitha detajet nga ana e doktorit. Më ka thënë dhe një prezantim në telefon në formën 3D se si është gjendja ime aktuale e gojës dhe se si do ishte ndryshimi pas një viti. Procedurë të cilën më thot për profesionin dhe që ke mund ta vazhdosh dhe ta ndjekësh vetë. Këtu duhet të sqarojmë që Elvisa është infermiere në një spital italian dhe për shkak të punës me turne do ta kishte të pamundur që të ishte prezente në Durrës për të ndjekur periodikisht terapinë. Nuk më tha asnjëherë që çdo 2 javë duhet vish tek ne, sepse në të kundërt nuk do ta kisha marrë përsipër sepse jam koherente, nuk do kisha dot pasur mundësi që të fija çdo 2 javë për një vit rresht në mënyrë konstante. Puna u konkludua nga ana e doktorit, masa më mor nga ana e doktorit, çmimi është vënë nga ana e doktorit. Më thotë që do të eliminohet problemi i mastikimit dhe do kesh një prezencë estetike akoma dhe më tregul se kjo e sotmja. Për fat të keq, asnjëra nga këto nuk ndodhen. Në krye të një viti unë nuk kam as mastikimin e rregullt dhe as rregullimin e drejtimit të këtij dhëmbi. Për të kuptuar se çfarë ndodhi në të vërtetë, do të kthehemi tek fillimi i historisë në një mbrëmje maji të vitit të kaluar. Kur Elvisa merr një mesazh nga dentisti i saj, përmes të cilit njoftohet për orarin e takimit të ditës së nesërme dhe gjithashtu mëson se procedurën me dhëmbët nuk do ta vazhdonte me të. Doktori pasi më thot edhe çmimin 2250 euro, i dham okej. Në ora 9:30 të darkës më dërgon një mesazh në WhatsApp duke më thënë nesër në mëngjes në ora 10 ju pret doktoresh Elona në poltronën e saj. Është bashortja e tij. U habita pak se duhet kaloja ke një poltronë tjetër. Ishte vendimi i tij pa marrë konstatimin tim. Ndoshta ky ishte gabimi im, o ndoshta ky ishte fati im që unë duhet të vazhdoja këto lloj procedure, por që më pas për mua doli fatale. Pra pacientja kontrollohet dhe konsultohet me doktorin, por më pas pa u pyetur as pak, rasti i delegohet një tjetër mjeku, bashkëshortes së tij. Kur unë prezantohem të nesërme te doktoresha, më shpjegon duke më thënë vetëm një gjë që tani do të vë disa pika xheli në dhëmbë, në të cilën do ngecen maskerina të cilat i do t'i ndrosh çdo 10 ditë ose 2 javë. Më thotë që tani do të bëj dhe hapjen e dhëmbëve pak. Doktoreshës sharra ju thyem në dhëmbët e mi, dhe se çfarë vazhdoi të bënte akoma, po prap duke ndruar sharrën, normalisht unë nuk mund të kuptoja dot asgjë, sepse në një të kohë ishte edhe empir, sepse më kishte vënë narkozën, por sytë kishte të hapur, logjikën e kisha dhe gjithçka çfarë po ndodhte dhe lëvizjet e saj unë i kuptova. Elvisa tregon se për procedurat asnjëherë nuk ka marrë një sqarim dhe ndoshta këtu niste dhe gabimi i saj si paciente. Ndërkohë, pas asaj dite situata nuk ishte më njësoj, madje do të përkeqësohej. Kam bërë një pagesë timen atë ditë 300 euro me faturë. Në po të njëjtën ditë unë iki në shtëpi time në Itali, kisha dhimbje dhe mendoja se është ditët e para, është normale. Dhëmbët e parë, për 1 dhe 2 të poshtëm, isha shumë sensibile. Kur unë heq maskerinën, vëre që dhëmbët ishin shumë të holluar dhe kjo gjë më friksoi për pamjen që kisha. Përveç se estetike, probleme i krijohen edhe me funksionimin e dhëmbëve. Filloi të më bëj akoma dhe më tepër problematike në momentin kur flas, më falni, por del përshtyma sepse nuk është më mbrojtja. Ajo duke i holluar, dhëmbi u bë shumë sensibil, saqë unë dhe kur pi një gotë ujë, e ndjej diçka e ftohtë që po hyn në gojë. Në momentin që marr frym, e ndjej akoma dhe më tepër. Duke e parë që gjendja nuk po përmirësohej, pak ditë pas kësaj ndërhyrjeje, Elvisa telefonon klinikën. Doktoresha më dha një përgjigje do të rritet të smalti dhe pastaj nuk do kesh më këtë lloj sensibiliteti. Më dha një përgjigje me shumë indiferentizëm. Unë ndjeva them drejtën
sikur isha unë në faj që pse e bëra këtë lloj telefonate. Në të njëjtën ditë e shqetësuar jo vetëm për gjendjen e gojës, por edhe për indiferentizmin e mjekes, Elvisa i drejtohet një klinike dentare në qytetin e saj në Itali, por edhe aty gjërat nuk shkuan mirë. Dentiste në cilën vajta nuk ma mori përsipër situatën. Kaluan muaj, unë nuk doja të kisha më një kontakt me doktoreshën, sinqerisht, sepse kërse më tregoi bashkëpunim, unë doja me profesionalizëm, ajo të më shpjegonte se çfarë ishte bërë me gojën time dhe të pranonte mbi të gjitha. Asaj të ndodhi një incident gjatë punës. Doktoresha këtë gjë e ka thënë, kjo është një procedurë që ndodh, nuk ka asnjë lloj problemi. Kjo gjë ndolli dhe ky është rezultati. Një rezultat që me sa duket dentistja nuk dëshiron ta pranojë si gabim. E aq më pak të sugjerojë ndonjë zgjidhje. Madje sipas pacientes, edhe pse disa herë ka kërkuar të kontaktojë klinikën, përgjigjet kanë qenë të ftohta dhe të prera, duke i thënë se janë të zënë me punë dhe nuk kanë kohë t'i përgjigjen, gjë që shihet edhe nga çatet e shkëmbyera. Deri në një moment kur Më kërkon me 5 nëntor. jo për të ndreshur punën e bërë gabim, por për diçka krejt tjetër. Insistimi i doktorit që më kërkoj me 5 nëntor ishte fakti i pagesës. 300 euro i kam bërë unë që në momentin dhe në ditën e parë, dhe 2 herë nga 1000 euro i ka dhënë një matë. Pra e vetmi arsye për të cilën klinika komunikon disa kohë më vonë me pacienten nuk ishte shëndeti i saj, por likuidimi total i pagesës, shumë e cila ishte plot 2250 euro. Mua sot nuk më ndryshon jetën as 2000 euro që po të kthej mbrapsh, sepse kam një dëm të parikuperueshëm në gojë tashmë. Dhe këtë e kam të konstatuar nga 2 dentistë në Itali. Njëri prej të cilëve konstaton se procedura e kryer tek pacientja ka shkaktuar prishjen e formës anatomike të dhëmbëve, duke shkaktuar dhimbje dhe ndjeshmëri të lartë gjatë konsumimit të ushqimeve të ndryshme. Nuk arrit dot të përtypem, të kafshoj ushqimin që në fillim, por mundohem t'i gëvdis ushqimet, unë nuk mund vazhdoj dot kështu, nuk mund vazhdoj dot as të haj gjithë jetën sup, sepse nëse unë nuk do kem maskerinën dhe nuk do kem një mbrojtje në dhëmbët e parshme, më fal, po dhe kur flas më del shtyma dhe nuk kam arsye pse duhet t'isha kështu. Domethënë, mua gojen ma bën më keq në vend të parregullonin më mirë. Një përvojë e keqe që i ka shkaktuar jo vetëm dëm fizik, por edhe një dëm të madh psikologjik kësaj gruaje të re. Unë kam rreth një vit që pothuajse nuk dal, që këtë gjë e përballoj vetëm me familjarët e mi, që më shikojnë vetëm në këtë lloj gjendje. Doktori në 5 nëntor më ka propozuar të mbaroj terapinë, të kthehem për të bërë një vizitë tek ai. Ky mund të konsiderohet një lajm deri diku i mirë. Më në fund, Elvisa do të takohet me çiftin e mjekëve, të cilët sipas saj jo vetëm i kanë shkatërruar dhëmbët, por edhe e kanë rënduar psikologjikisht. Unë kam vetëm një problem që për mua konstatoj që në javën e parë, sensibiliteti i këtyre 2 poshtave. Tmerrsisht shumë. Ajsa që dhe kur dal në mëngjes, kur marr frym, edhe pse i ka maskerinat, e ndjej tmerrsisht shumë. Ma jep në kokë, sepse hapësirën e dhëmbëve unë e kam tmerrsisht shumë të madhe dhe nuk dal dot kështu. Juve kjo ju duket që janë 2 dhëmbë me një anatomi normale dhe unë do betem kështu? Jo, 2 dhëmbët e parë? do të ti mbush 2 dhëmbët e parë me 2 mbushje estetike. Në planin e kemi bërë bashkë, nuk kemi folur me doktoresh Elonën atë periudhë kohe. Me mua kemi evidentuar problemin e okluzionit, kafshimit të thellë, duhen marrë masat për të bërë një plan studimi. Deri aty ka qenë kontakti me mua dhe ku i ndjekun pacientët. Unë jam ortodontë. Po. Doktoresha nuk ju mora në telefon dhe ju thash kam një sensibilitet shumë të lartë të dhëmbëve dhe ju më thatë. Se do më kaloj sensibiliteti, se ka kaluar një vit dhe s'm ka kaluar, është po ndjeshmëri nga plaku i dhimbjes që ka gjithë kushtet. Në fakt, këtu po flasim për dhimbje 1 vjeçare, të rësisht e papërballueshme. Dhe jo për thyerje rekordesh durimi dhe grushte të përditshme plot me pilula shqetësuese. Zgjidhja në këtë moment është po ekstraktohet një dhëmbë që të kthesha me ekstraksion jo. Po doktoresha, këto gjëra shpjegohen përpara se të bëhen. Një kur në kisha gojën e hapur dhe isha me anestezi. Dhëmbi ka një veçori. Po bëhet stripping, pse bëhet stripping? Këtë po ma thoni tani se kur e kam kërkuar në telefon nuk më thatë këtë gjë. Unë këtë doja një shpjegim. Duke lënë mënjan indiferencën e mëparshme, dentistja vendos tashmë të shpjegoj problematika që pacienta kurrë nuk i kishte menduar. Tash më thuaj çfarë do të bëjmë. Ne me protokoll me pacientin kur vjen pas një viti, rivlerësojmë rastin, marrim bimasa përsëri, shohim ku jemi me planin që është nevojë fillim. Nëse do ketë nevojë për ndonjë rregullim, shtojmë maskerinë, nëse ti se pranon, më thuaj çfarë të bëj. Po çfarë ti bëj unë këtyre 2 dhëmbëve? Pikërisht se unë kam fëmijë dhe dua të jem me qetë. Po pse kërthet më doktor Bledi, të lutem, më duhet pak edhe qetësi, sepse nga ana psikologjike kam përjetuar shumë keq. Ti bën çdo dram zemër. Qofse mësu ti bësh gjëra dram, nuk është normal. Unë nuk jam. Pra, të kesh dëme serioze tek dhëmbët, duke përfshirë prishje të formës, dhimbje dhe ndjeshmëri të lartë, ka edhe mjek që ta quajnë dram. Unë nuk jam mësuar me këtë lloj superioriteti që i
bën ju. Jo, ne nuk jemi ne jemi profesionistë. Çfarë do të bëj? Do të mëshë situacionin poshtë. Do të mbull hapësirën kaq. Me të mbushë estetike. E vetëm gjë që ke ti, ke një hollim, s'ke trashësim tek. Shiko, tani. Dakord, shpjegimi është tepër interesant dhe bindës. Sidoqoftë, mjekja e cila pretendon se nuk ka bërë asnjë gabim, përse kërkon të bëjmë mbushje estetike? Çfarë ka ndodhur me dhëmbët e pacientes? Që mora frym pak më thellë, unë e ndjej. Po, është atë. As nuk vdiq, as nuk i ndodhi diçka sepse u separojnë dy dhëmbë, atë ka pas mjeshmëri. Gjë pa që në fakt i bëjmë mbylljen e diastemos për kompozit estetik. Po kjo diastem po mbyllet sepse u hap më shumë se ç'duhet. Atë nuk e di. Në fillim relativizon dëmin duke marrë si etalon vdekjen. Më pas thot nuk e di. Po çfarë di në të vërtet doktoresha? A mund ta sqarojnë kolegët e saj këtë? Në fakt jo, sepse për një javë me radhë kemi marrë me 10 refuzime nga mjek stomatolog të cilët kanë një refren. Nuk flasim për punën e kolegëve. Një lloj solidariteti me të keqen, vetëm sepse janë kolegë. Për fat të keq, kështu funksionon ky vend, ku ata që ngren zërin ndaj paaftësisë quhen spiuna. Sidoqoftë, pas shumë përpjekjesh, më në fund arritëm të intervistojmë një mjeke stomatologe, edhe ajo me kushtin që të mos identifikohej, e cila na sqaroi disa detaje të rëndësishme të asaj çfarë ka gabuar dentistja në ndërhyrjen ndaj Elvisës. Në normali merret masa e pacientit, në vërtet tipë me notën e poshme, do shikohet çfarë anomali ka. Nëse bëhet apo nuk bëhet me maskarën transparente. Megjithatë, merret masa poshtë dhe lart, çohet në laborator, studiohet këto laborator që merren me maskarinë. Ai e studion dhe të jep një video, të sjell një video dhe thotë si ka qenë pacienti dhe si do jetë. I shpjegohet pacientit çfarë do ndodhë, vendosen disa butona tek dhëmbët, vin maskarina. Maskarina që merr pacienti me vete dhe i ndron një herë në 2 javë, një herë në 10 ditë. Është protokoll që pasaj që i jepet me një kalendar. Do duhen mbajtur minimumi 20 orë në ditë. Pra do të hiqet vetëm kur ha, kur bën aktivitet fizik, duke qenë se dhëmbët janë të ngjishur me njëra tjetrën, pra ka nevojë për lëvizshmëri. Pikërisht në këtë moment kur dhëmbët ka nevojë për lëvizshmëri, mbi dhëmbët e pacientit aplikohet procedura stripping. Por çfarë është procedura stripping? Është ngrënia midis dy dhëmbëve, është për të krijuar më hapësira në mënyrë që dhëmbët të lëvizën dhe të marrin formën e duhur. Pra në stripping të ketë bërë doktoresha, duhet të ishte duhur, se për këtë arsye u bë. Në këtë moment, gjendja e Elvisës duket se vën në pikpyetje që dentistja të ketë kryer siç duhet këtë procedurë. Por duke parë rezultatin e mëparshëm krahasuar me atë aktual, a mund të quhet normale praktika e ndjekur tek pacientja? Jo, nuk është normale kjo, absolutisht. Nuk duhet përfundonte këtu, duhet përfundonte si te videoja që të ka dhënë qëllim fare si ishte pacienti dhe si do jetë. Atë duhet realizosh. Jo këtë, që te kjo është përfundimi këtu. Jo, por nuk është rregull. Në momentin që ti mbaron procesin, duhet mbajtur një maskarinë për një periudhë 2 vjeçare, 3 vjeçare, mund ta mbajnë gjithë jetën atë transparente vetëm në darkë, në gjumë. Pacienti që ka ndjeshmëri, sepse po shaf hapësira, zbuluar qafa e dhëmbit. Detyrimisht do kesh ndjeshmëri. Nuk është përfundim normal. Sipas raportit të mjekëve italian, pacientes i janë krijuar probleme nga ndërhyrja. Mjekja shqiptare që intervistuam konstaton se procedura e ndjekur ndaj Elvisës është e gabuar, por sidoqoftë fjalën e fundit duhet ta thonë vetë protagonistët, të cilët në takimin e fundit e përcollën zonjën pa i dhënë asnjë zgjidhje për dëmin e shkaktuar. Përshëndetje, unë jam Avi, vi nga emisioni Piranja dhe keni bërë një ndërhyrje zonjës Elvisa dhe zonja ka dëme të parikuparueshme. Sipas raporteve të nxjerra nga 2 klinika në Milano, zonja ka mund të jepni një përgjigje lutem? Kërkoni takim me neve, ju e themi neve se çka kanë. Po zonja është këtu i keni kryer një ndërhyrje. Do të mbajnë një përgjegjësi për këtë. E mbajmë pa u hapur kudo që të jetë. Zonja ka kryer dhe pagesën, fije 300 euro. Të lutem. Kërko takim me ne, siç kërkon çdo pacient, do të japun një informacioni. Por në të mënyrë, po kërkojmë jo, në të mënyrë pirate, jo. Të lutem dit për jashtë. Zoti mos më prek. Për jashtë të lutem. Po kërkoj informacion. Mos kërkoj një informacion. Nuk jemi pritur këtu. Doktori titular i klinikës refuzoi të jepte sqarime për problemet që janë krijuar Elvisës nga ndërhyrja. Refreni i vetëm i tij ishte kërko takim. Doja të linja një takim për arsye se ju na thatë që për të na dhënë një sqarim lidhje me problematikën e pacientes, duhet që më parë të lëm një takim me juve. Mënyra se si ka zgjedhur pacienti atë
zgjidhni këtë problem, mua nuk më konvenjon me punën që bëjmë. Elvisa ka mënyra të tjera për ta zgjidhur të, jo nëpërmjet emisionin tuaj. Elvisa ka sjell tek ne këtë shqetësim, duke qenë se nuk ka gjetur bashkëpunimin tuaj për Jo, absolutisht. Bashkëpunimi jon ka qenë komplet në rregull. Elvisa ka ndjekur mënyrën e vet të zgjidhjes së këtij problemi, nuk ka bashkëpunuar fare, ka filluar trajtimin në maj dhe nuk ka kontaktuar nga maji i vitit 2024 deri në dhjetor të 2024. Po dhe mënyra të gjithë bisedat në fakt që ajo ka bërë, telefonatat që ju ka bërë juve dhe përgjigjet e her pas hershme të juaja që i keni thënë që jeni në punë. Ne kemi mënyrën tonë se si kemi 25 vjet që gjykojmë gjërat, por unë këtë gjë që ka bërë Elvisa, unë nuk e zgjidh nëpërmjet ju. Dëgjoni, se lutem, më mirë se sa ekspertët e fushës, juve jeni të tepërt në këtë mes. Në fakt ne kemi pyetur pikërisht ekspertët e fushës dhe kanë qenë ata që kanë shprehur rezervat për punën as pak cilësore. Lutem, unë nuk jam i parimit si mjek stomatolog, të jepni versionet tuaja se do bëni ju ndërmjetësi. Pse do të bëni ndërmjetësi? Unë Elvisën e njoh prej 25 vitesh. Pse do të bëni ju ndërmjetësi? Pikërisht zonja ka qenë paciente prej 2 dekadash te klinika juaj. Ju nuk po tregoni as pak bashkëpunues për gjendjen e saj. Absolutisht unë kam versionin tim. Nuk e ndaj dot me ju, nuk e ndaj dot me ju. Doktori e mbylli telefonin pa mbajtur përgjegjësi për dëmin që e ka shkaktuar Elvisës, ndërsa vetë ajo do ta ndjekë këtë çështje në rrugë ligjore.